Edhe pse në duke të paktën policia ka një pistë për plasjet të bizneseve, ende pa qartë le të themi pista konkrete e ekzekutimit të 43 vjeçarit, të paktën hetuesit ka një mëdyshje se i takon motivit të vrasjes së 43 vjeçarit, ato të paktën stepen kanë dyshimet e forta se jo vetëm për plasjet në botën e biznesit, por edhe për plasjet për trafiqet e narkotikeve, për ishja pazareve mund të sjellë le të themi ekzekutimin mafios të 43 vjeçarit. Deri në këtë moment ata nuk kanë dëshmuar asgjë të arrestuarit, pra Gjino Agu, i cili mban peshën më të madhe sepse i arrestuari tjetër është Kujtim Pisha, i cili është roje i karburantit, ai paktën ka thënë që nuk ka arritur të identifikojë autorit, megjithatë pyetje sepse nuk e ka kallëzuar menjëherë krimin, ai ka thënë që ka qenë i friksuar, patjetër nga sulmi armatos që u bë përpara syve të tij. Nga ana tjetër Gjino Agu nuk ka pranuar që të japë të dhëna, ka mohuar le të themi përfshirjen e tij në krim, pritet që të merret sërish në pyetje, ndërkohë policia vijon kërkimet për arrestimin e Marcelo Aranit dhe Armando Kolës, të paktën sipas zbërimeve policore, të cilët dyshohet se njëri prej tyre është ekzekutori i vrasjes së 43 vjeçarit, ndërsa tjetri është shoferi i cili ka drejtuar mjetin tip Audi ku u larguan me pas autoret.